Mirë se vini në këtë episod të ri të Business Plus, ku do të flasim për pronësinë industriale. Do të flasim për çastin që kanë bizneset për të regjistruar markat dhe patentat e tyre, për ndikimin që ka ky proces në ekonominë shqiptare, por edhe për kuadrin ligjor. E ftuara ime e sotme është drejtoria e përgjithshme e komanduar e Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, Maria Solis Kapedani. Faleminderit që pranovat ftesën. Faleminderit juve. Përpara se të kalojmë në disa pyetje të tjera më të shqetësuara, a mund të shpjegojmë shkurt se çfarë është pronësia intelektuale? Po, patjetër, pronësia intelektuale është fusha që mbron të gjitha krijimtaritë e mendjes njerëzore. Pronësia intelektuale është kategoria e madhe, bashkësia e madhe e cila ndahet në pronësi industriale dhe në të drejtën e autorit ose copyright. Pronësia industriale si objekt të saj për mbrojtje ka marka tregtare, emrat e bizneseve tregtar, ka patentat për shpike, dizenjot industriale si dhe treguesi gjeografik, kurse copyrighti mbron të gjitha aplikacionet e ndryshme, mbron skulpturat, pikturat, mbron me të drejtën e autorit të gjitha veprat letrare, fotografia, etc. Industrinë e filmit, të muzikës, kjo është pra bashkësia. Nëse mund të flasim pak më shumë për drejtorinë e pronësisë industriale, cila është fusha e saj specifike, duke qenë se kjo pjesa tjetër është më e gjerë. Atëherë, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, së ndryshe është hipoteka e vetme në Republikën e Shqipërisë, e cila regjistron, promovon dhe administron regjistrat e markave tregtare, siç u thash, që janë bizneset, emrat e bizneseve, emrat tregtar të bizneseve, logove, patentat për shpike, pra gjitha shpiket që janë bërë dhe garantohet një patent, dizenjot industriale, të cilat janë pamja ornamentale e produkteve të ndryshme dhe karakteri individual i këtyre dizenjove industriale dhe treguesi gjeografik, ku janë emërtime të cilat lidhen, janë produkte të cilat lidhen ngushtësisht me vendin e origjinës nga prej të cilët vijnë dhe karakteristikat e këtyre produkteve ju atribuohen pikërisht kësaj zone gjeografike, siç mund të jenë për shembull mollot e Korçës ose jufka di Brane, që janë karakteristike e vendit nga të cilat ato vijnë. Ta kalojmë në një aspekt pak më të gjerë, pra tek pjesa e asaj që ndodh realisht. Sa të ndërgjegjësuar janë bizneset apo individët për të ruajtur pronësinë e tyre intelektuale apo industriale duke regjistruar markat apo patentat që zotërojnë. Ky trend ka ardhur duke u rritur dhe fal promovimit, por edhe ndërgjegjësimit që bizneset e ndryshme kanë, por jo vetëm, edhe startupet e reja. Kemi vënë re që ka një nivel shumë të lartë ndërgjegjësimi së fundmi, pasi janë rritur edhe kërkesat për regjistrimet e objekteve të pronësisë industriale pranë drejtorisë tonë. Ku do të veçoja për shembull marka tregtare, kemi aktualisht 20.480 marka të regjistruara që janë kombëtare, pra bizneset tona kombëtare, dhe ndërkombëtare kemi te 47.000. Pra që bëjnë shtrirje. Do thosha që këto janë të drejta territoriale, duhet të dimë që këto, pra regjistrimi i markës ose patentës janë të drejta territoriale, nëse ato regjistrohen për Republikën e Shqipërisë, janë vetëm për këtë territor dhe krahas territorit të Shqipërisë, nëse një biznes synon që të shtojë të shtrihet, të themi, edhe jashtë kufijve të Shqipërisë, ato duhet të bëjnë regjistrimet ndërkombëtare. Siç mund të ketë për shembull biznese eksportues. Bravo, po patjetër, siç mund të ketë edhe biznese eksportues, dhe duhet të regjistrojnë ndërkombëtarisht asetin e tyre intelektual. Kjo bëhet nëpërmjet portalit e-Albania për regjistrime dhe është goxha e facilituar së fundmi, të themi nga 1 maj. Mund ta përshkruajmë pak domos se çfarë duhet të bëjë një biznes ose një individ për të regjistruar këtë. Po. Një biznes mund të futet në e-Albania dhe do të depozitojë formularin e aplikimit, pagesën, ka një teknikalitet për marka tregtare pasi duhet të dinë se për çfarë operohet, për çfarë do operojë domethënë ky biznes. Dhe kemi klasifikimin ndërkombëtar të nisës. Klasifikimi ndërkombëtar i nisës ka klasat e veta nga 1-34 janë për produkte, kurse nga 35 deri te 45 janë për shërbime. Pra duhet të shikojmë për çfarë duhet ta shtrim markën tonë tregtare dhe në bazë të klasifikimeve të nisës do dali dhe tarifa, do kalkulohet tarifa për kaca. Dhe në formular do uploadohet edhe logoja ashtu siç do përdoret, pra me ngjyra, pa ngjyra, bardhëzi, çdo element, çdo element dhe depozitohet në Drejtorinë e Përgjithshme e Pronësisë Industriale. Si ekzaminim do doja të thosha që zgjat si procedurë, pra nuk është një aplikim që e merr sot për nesër, pasi regjistrimi i një marke tregtare nëse çdo gjë do të shkojë okay, pa njoftime për formalitete e të tjerë, shkon te 6 muaj. Sepse 3 muaj do ri marka në publikim, pra në një fletore zyrtar që ne quajmë buletinin tonë, dhe atje palët për baza relative mund shikojnë ngjeshmërinë që kanë me markën që do regjistrohet. Pra marka e tyre e regjistruar ose e depozituar e mëhershme
të shikojnë se çfarë ngjeshmërish kanë. Kuadri ligjor pëson her pas here ndryshime ose përmirësime edhe në funksion të direktivës, po edhe në funksion të asaj çfarë ndodhi ose çfarë konstatoni ju në terren, pra se përmirësime që mund të bëhen. Një nga të fundit është ajo i drafti për markat tregtare që është në diskutim. Cilat janë disa nga risitë që sjell në fakt ky draft? Në fakt ky draft na shërben shumë sepse ne kemi pasur ligji aktual për pronësi industriale. I ka të 4 objektet në një ligj. Ideja që është ndar ligji, kemi ligjin për marka tregtare, ligjin për patenta, që së shpejti është në konsultim publik dhe presim që të miratohet, dhe këtë vit kemi si sfidë për të bërë ligjin e dizenjove industriale dhe ligjin për treguesit gjeografik me risitë e fundit. Ligji i markave tregtare është i përputhur plotësisht me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu terminologjia, kemi korrigjuar disa terminologji që hasim goxha problematika në praktik, kryesisht me licencat ekskluzive dhe jo ekskluzive për marka tregtare kryesisht. Krahas kësaj kemi ndaluar ose kemi marrë masa të themi për pjesën e regjistrimit në keqdashje, sepse çfarë ndoste? Dikush ka autorizuar, pronari i markës ka autorizuar një përfaqësues të autorizuar për të regjistruar markën për llogaritë të tija. Dhe aplikimi mund të vinte në emër të këtij përfaqësuesi ose të këtij personi, pra të vjedhin haptazi të themi markën tregtare. Neve I kemi ndaluar këto që në fazën e kundërshtimit. Pra nuk e lejojmë që të regjistrohet. Çfarë sjell për një ekonomi të pasurit të markave dhe patentave të regjistruara dhe të bizneseve apo individëve që e kanë pronësinë e tyre pra të brenda normave ligjore? Për shumë e rëndësishme që të regjistrojmë pronësinë industriale për disa arsye. Para punës, nëse ke një pronësi industriale të regjistruar, automatikisht ti mundet që ti ndalon automatikisht të gjitha palët e tjera në treg që të vjedhin pronësinë industriale dhe mund të marrësh masa. Më saktë të them që në momentin që ti ke marrë një dëshmi depozitimi, pra sepse ne operojmë mbi bazë të parimit I pari në kohë, I pari në të drejtë. Pra kjo eliminon një dëm potencial që mund të shkaktojë ty edhe ekonomike dhe Përveç kësaj, marka tregtare, pasi është jo vetëm marka për çdo objekt I pronësisë industriale, I referojmë gjithmonë markës tregtare sepse është objekti që është më shumë I regjistrueshëm pranë drejtorisë tonë. Mund të lihet me licencë ekskluzive, jo ekskluzive, mund të shitet. E ke pronë në fund të ditës, mund ta shesësh, mund të lihet si kolateral në bankë dhe çfarë është më e rëndësishme është që duke regjistruar një objekt pronësisë industriale ke ngritur një monopol në treg dhe është shumë e rëndësishme. Sepse duke ngritur një monopol në treg, ti ke të drejtë të operosh dhe të nxjerrësh të vjelësh të ardhurat dhe frytet e pronësisë tënde industriale. Këto afate janë të ndryshme për objekte të ndryshme, për shembull për marka tregtare, rinovimi I markës tregtare bëhet çdo 10 vjet, por ti mund ta rinovosh atë në mënyrë të pafundme. Kurse për dizenjot industriale është çdo 5 vite, për shembull deri në një maksimum për 25 vitesh, kurse për patentat për shpikje është 20 vite. Kurse për produktet farmaceutike që kanë edhe ka edhe një kohë më të gjatë për të hedhur, një kohë më të gjatë për të hedhur ilaçi në treg, sepse kanë këto trials, patjetër. Kohën e provimit. Bravo, ju jepet 25 vite. Nëse se flasim për anën sektoriale, cilët janë ato sektorë që janë më të ndjeshëm ose që janë më të gatshëm për të regjistruar pronësinë e tyre industriale dhe cilët janë ato që kanë një lloj qasje më të distancuar apo më të vonuar, që nuk është se janë shumë të interesuar ose e neglizhojnë. Personat që e neglizhojnë kryesisht janë bizneset e vogla. Por kur themi bizneset e vogla, mund të themi që janë fruta perime, të themi dyqane që nuk kanë dalë për të fituar atë përditshmërinë e tyre dhe nuk e shikojnë fare si investim emrin e tyre tregtar ose zgjerimin e tyre. Personat target grupi të themi që është më interesuar për regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale janë bizneset e mëdha dhe kryesisht startupet, pasi ka një rritje shumë të madhe të ndërgjegjësimit edhe fal reformave që qeveria shqiptare është duke ndërmarrë së fundmi për startupet e reja. Dhe janë shumë të interesuar jo vetëm për të spikatur se çfarë janë objektet e pronësisë industriale në portofolin e tyre, po duke krijuar një portofol të mirëfillt të pronësisë intelektuale në tërësi dhe duke regjistruar çdo objekt të saj. Kur flasim për zhvillimin teknologjik, por edhe inteligjencën artificiale që është përfshirë shumë së fundmi në procese të ndryshme të punës, si e ndikojnë këto zhvillime pjesën e pronësisë industriale të markave tregtare në rast se ka ndonjë ndikim? Ka ndikim, do thoja.
por artificial intelligence na ka ndihmuar mjaft, me thënë të drejtën, se si çdo risi ka anët e veta pozitive, po ashtu dhe anët e veta negative. Ana pozitive është që te neve ekzaminimet së fundit po i bëjmë me AI, pra me një sistem të posaçëm, ku fal këtij programi AI mund të detektojmë markat për shembull që kanë ngjashmëri pra do një kohë më të shkurtër për të procesuar. Rekord, po, në një kohë rekord, kush ka, sepse markat nuk janë vetëm shkronja, numra, domethënë përzierje elementesh të shkronjave, të numrave, të fjalëve, por mund të kemi marka audiovizuale, mund të kemi marka fonetike, mund të kemi parfume, smells, trademarks. Pra, fal AI, ne në një kohë, po, në një kohë shumë të shkurtër, neve mund në fal kësaj makinerie të themi, mund të detektojmë në ekzaminim shumë kollaj ngjashmëritë midis pronarëve të markave që kanë aplikuar. Ju si drejtori, domethënë, çfarë mesazhi keni për bizneset që ato të ndërgjegjësohen për të regjistruar më shumë pronësinë e tyre industriale? Mesazhi që unë ju përcjell të gjitha bizneseve është që para se të fillojnë të promovojnë bizneset e tyre, është mirë që të shikojnë një herë portofolin e tyre të pronësisë intelektuale, duke nisur që nga emri tregtar, sepse emri tregtar është identiteti i tyre në treg, është besueshmëria që i jep klientit, është cilësia që garanton, pra duke filluar që nga emri tregtar që e ka çdo biznes, dhe duke vijuar më pas nëse farmaceutika për shembull ka shpike të jashtëzakonshme, po dhe inxhinieria ka shpike të jashtëzakonshme. Evoluojnë më shpejt se sa pjesa tjetër, më dinamike më shpejt. Dhe ose dizenjot industriale që mund të kenë për shembull mobileritë ndryshme, sepse shpamja ornamentale e një produkti siç e thash, për shembull një fshes me korrent ka disa lloj formash, por funksioni është i njëjtë. Pra të tëra këto janë dizenjo në fund të ditës. Duhet të ndërgjegjësohen, të vinë të aplikojnë, të regjistrohen pranë drejtorive të posaçme dhe më pas të fillojnë promovimin, sepse regjistrimi në QKB, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, nuk do të thonë regjistrim pranë DVP-s. Sepse ngatrohet. Sepse jemi dy institucione të ndryshme dhe ne mbajmë përgjegjësi vetëm për objektet e pronësisë industriale. Unë falenderoj shumë për gjithë detajet që dati ne sot. Faleminderit dhe bashkë të shihemi në episodin e radhës.